Një nga projektet ambicioze që po zbatohet në Shkodër po avancon me ritme të shpejta. Parku i hyrjes së qytetit, i konceptuar në një hapësirë moderne, rekreative dhe mjedisore, po merr formë duke ndryshuar pamjen e hyrjes së qytetit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kryetari i Bashkisë Shkodër, Benet Beci, bën të ditur se projekti, i cili deri pak kohë më parë ekzistonte vetëm në vizualime dhe modele 3D, tashmë është në fazën konkrete të zbatimit dhe po shndrohet në një nga investimet më transformuese për qytetin. Sipas projektit, parku i hyrjes nuk do të jetë vetëm një hapësirë gjelbër rekreative, por një park ligatinor i ndërtuar në harmoni me ekosistemin e liçenit dhe me karakteristikat natyrore të zonës. Sipas kryebashkiakut Beci, projekti është hartuar për t'u përgjigjur sfidave të ndryshimeve klimatike dhe fenomenit të përmbytjeve sezonale, duke krijuar një model zhvillimi që respekton natyrën dhe forcon mbrojtjen e mjedisit. Brenda parkut parashikohet ndërtimi i 12 fushave sportive publike, pistave për ecje dhe aktivitete sportive, shëtitoreve të gjelbra, urave këmbësore, zonave të pushimit dhe relaksit, si dhe një parkim modern që do të lehtësojë aksesin e qytetarëve dhe vizitorëve. Ky investim synon të krijojë një hapësirë multifunksionale në shërbim të komunitetit, ku fëmijët, të rinjt, familjet dhe sportdarësit të kenë mundësi të zhvillojnë aktivitete të ndryshme në një mjedis të sigurt edhe të integruar me natyrën.